Varfëria vazhdon të jetë një realitet i hidhur për Kosovën. Akif Govori që banon në Kolovic nuk po e shijon pensionin, por detyrohet të dalë në tregun e gjelbërt për të fituar bukën e gojës. Ai është 75 vjeç, por ai është i vetmi antar që punon në familje. Jemi 16 antar, veç unë e moj familje. Ka herë po punojmë, ka herë jo, ka herë veçindore po bëhem me qështu. Por Akifi nuk është i vetëm në këtë treg. E disa të tjerë refuzuan të flasin para kamerës me arsye se ata ishin lodhur nga ankesat para mediave. Ndërsa Islam Aliu ka thënë se më vështirë se këtu nuk ka askund sepse sociali nuk i mjafton për 7 antarët e familjes e për këtë arsye ai detyrohet të dalë në treg për të siguruar të ardhrat e familjes. Ka njerëz që në qetas të dinarë heq. Ka njerë 2-3 më bëva kine herallë se veç socialin e morëm që aty 113 euro sociale kam që aty. Veç që në bojnë familje, kur korrespondan e shpij familjes. Sipas statistikave, rreth 30% e popullit e Kosovës jeton në varfëri, ndërsa 10% e tyre në kufirin e skajshëm të varfërisë.